standardi organik u kanë kështu e pa diskutueshme kur kemi dashur me u fut në tregun tonë. Sigurisht është më e kushtueshme, po na po shpresojmë që çdo herë kanë më vëdësu konsumatorët dhe me e ditë vlerën e standardit organik, jo me ofru gjithçka në treg, se gjithçka ndoshta i shkon shumë rrugë më i lehtë. Unë jam befasume për smire, sepse shumë shpejt është prit prej konsumatorëve, besimi që tashme kanë kriju të blifi dhe këta na do me majtë për gjithmonë se kjo kanë pikë synimi jonë ku na e kemi startu. Kritikisht jemi të përballme prej grave, arsyeja kryesore për me pas mundësi me i ndihmu gratë në zonat rurale, e bajmë punën shumë ndoshta ma me qef, për shkak se çdo herë kum pas dëshirë të madhe me pas mundësinë me punësu sa ma shumë gra. Për çdo vit prej 2022-s ku kemi filluar ndoshta prodhim shumë më të madh, ka pas çdo herë ngritje edhe punësim më të madh të grave. Kjo po vazhdon edhe unë jam shumë e lumtur që kum pas mundësinë me ofru. Sot po flasim me Erblina Avdiaj, themeluese Blef Organik, një prej brendeve më të njohura në Kosovë të qajrave organik. Do të diskutojmë për rrugtimin e saj, për sfidat, certifikimet, inovacionin, ndikimin që po krijon. Një histori e shkurtër, por mjaft frymëzuese për çdo që beson në fuqinë e punës dhe vizionit. Mirë se ke ardhur në episodin e radhës të Agro Podcast, Blina. Faleminderit shumë Naim, faleminderit për ftesën. Blina, po flasim për rrugtimin personal edhe vizionin. Cila ishte ideja që të futeni në një treg, me një brand ku dihet domethënë se tradicionalisht në Kosovë produktet janë shit kryesisht për lanë të parë? Po, pikërisht këtu ka lind ideja, për shkak se ne kemi qenë gjithmonë furnizues të landës së parë në Evropë, duke marrë parasysh që kishim produkte kaq cilësore dhe kualitative. Ideja erdhi pse jo këto produkte mos t'i kemi si produkte finale edhe për konsumatorët tanë në Kosovë. Mandej Blifi startoi me 7 lloje, mirë po edhe me standardin organik që ishte një prezantim i produkteve organike në tregun tonë. Do të thotë standardi organik ka qenë ndoshta pika kryesore përveç cilësisë së produkteve, ku na e kishim edhe qëllimin kryesor për me prezantu produkte sa më cilësore dhe për benefice shëndetësore në këtë rast. A mundesh me fol cili ishte momenti i kthesës, kur e kuptuat se Blef Organik nuk ka qenë veç një ide personale, po shndruar në një biznes me ndikim në Kosovë? Atëherë momenti muj me thonë ka qenë ku ka fillu kërkesa me u rrit, kemi marrë shumë kritika pozitive. Në bazë të kërkesës na padyshim kemi fillu me rrit edhe kapacitetin prodhues. Çdo një vit i ka ra me rrit kapacitetin në bazë të makinerive prodhuese. Momentalisht na fillimisht po mendoj na kemi startu me një makinë prodhuese, ku tash gjithsej kemi 3 dhe po përgatitemi edhe për të 4-tën. Kështu që këto kanë qenë momentet ku na jemi ndije edhe shumë krenar se produkti veç filloi me u pranu shumë mirë prej konsumatorëve. Shumë interesante kjo se si një zhvillu edhe vizionin që tregoni. A mundi më na fol pak për tregun vendor, domethënë si janë prit produktet në tregun vendor? Në fillim a ka pas skepticizëm apo ka pas përkrahje tregut, edhe çka ka qenë ajo që ju ka befasu më shumë juve? Skepticizëm më thonë ndoshta ka pas ideja e produkteve vendore ndoshta ndër vite kanë marrë ashtu që nuk mundemi na me prodhu diçka kualitative. Kjo po mdoket ka qenë ndoshta vite më parë, jo në vite tashme. Po ju ka mbetë që ajo ide dhe kjo ka befasia edhe e konsumatorëve tanë dhe lëvdatat shumë ta kemi marrë për cilësi. Për neve u kanë edhe që kjo misionin kryesor. Në anën tjetër mandej jemi prit shumë mirë prej sidomos prej vendit ku jemi i Stogut, ku e bajmë prodhimin. Po ashtu me njëherë kemi filluar me ushtri edhe në qytete tjera, rrugtimi në fillim ka qenë pak më i vështirë sepse është produkt i ri, njerëz nuk e kanë provu, nuk e din as çka do të thonë, ndoshta një dizajn ose një produkt që renditet në rafte ku janë mësu veç me marrë ndoshta një produkt më të vjetër që ndër vite. Mirë po, mbi gjitha e rëndësishme është kjo që
kur e kanë provu, mandeja kemi nis me kriju klientel, me marrë lëvdata të shumta, krejt kjo ka qenë bazë cilësisë. Sa vendimtar ka qenë ose është partneriteti me Agroprodukt SHPK në garantimin e cilësisë dhe stabilitetit të prodhimit? Agroprodukti është ylla kryesore. Duke marrë për bazë që Agroprodukti tashme 20 vjet plus bën kultivimin e bimëve mjekësore aromatike. Është lider jo vetëm në Ballkan, po edhe me gjerë. Krejt këto bimë janë të certifikuar në standarde si që është standardi organik, mandej Fairwild, standardet të ndryshme janë dikon mbi 5 standarde që janë certifikuara produktet e Agroproduktit. Bashkëpunimi me ta është shumë i ngushtë. Çdo produkt na që e kemi në prodhim final, kemi produkt për Agroproduktit. Këto produkte kultivohen, mblidhen si mbledhje spontane, janë të përfshim mbi 3000 fermer dhe gjithçka domethënë është proces i kontrolluar prej trupave certifikuese dhe standardeve organike. Mbi gjithat vlen të ceket zinxhiri i shkurt që është prej kultivimit, tharjes edhe menjëherë vjen tek ne në përpunim final. Kjo është diçka që vlen mu cek për shkak se rrallë herë ndodh që një kompani mundet edhe me kriju domethënë kultivimin, në këtë rast Agroprodukti, dhe menjëherë me shku në përpunim final. Me këtë potezë na mujmi me rujt edhe cilësinë edhe kualitetin, edhe kemi prodhim vetëm një vjeçar, domethënë prej sezones në sezon. Në vitin ku jemi tash, për shembull, krejt produktet e kemi të këtij viti, edhe ne prodhojmë veç deri në vitin e ardhshëm, ku menjëherë janë nisë me u kultivu produkti edhe me startu me sezonin e re. Me të vërtetë është mbreslënse mënyra se si keni organizu komplet zinxhirin e vlerës, edhe me një fjalë kontrolloni komplet domethënë cilësinë e lëndës të parë që ju vjen, me një besim shumë të madh që e ka ndërtu me dekada Agroprodukti, edhe normalisht që edhe për juve është një siguri besoj edhe për cilësi edhe për sigurim të lëndës parë. Patjetër, krejt të merita i ka Halit Avdiaj, ku e filloi këtë iniciativë menjëherë pas luftës. Ndoshta mendimet e tij të para kanë qenë si iniciativë bamirësie dhe tashmë u kriju diçka kaq të madhe, ku prapë përfitojnë shumë fermer, janë të involvuar shumë njerëz, edhe ndoshta më e mira e kësaj është që kanë mujt me bë dhe punë dytësore në kohë të lirë me u përfshi mbledhje spontane, po në anën tjetër edhe në kultivim ka bimë të ndryshme që munden me pa part-time, jo ndoshta gjatë ton ditës më marr, po ka produkte që mundesh më marr vetëm në mëngjes apo disa orë në ditë, kështu që po mendoj është një punë që sjell shumë benefite dhe mënyra të ndryshme të punës. Domethënë jo veç gjithçysh me u fokusu me patjetër ndoshta krejt orarin e ofron edhe këta, po ofron edhe gjysmë orare, po varësisht çysh i përshtatet persona. Po kthehemi prapë te Blyth Organic. Si u zhvilluan ose si u krijuan 3 linjat e para, Filter, Horeca edhe Refuz, edhe nëse muj me thonë cila ishte ajo që shpërtheu e para në treg edhe pse? Atëherë na kemi startu me 7 lloje fillimisht të produkteve. Unë i kom përzgjedh produktet që veç janë kanë të njoftne për tregun tonë. E veçantë çka na jemi hi ndryshe është standardi organik. Në Filter kemi hi me standard organik ku kanë kompania e parë. Blythi që e ka prezentu dhe tjetra ka qenë se nuk kemi dashur me hi me produktet blume ku nuk shihet as kualiteti i produktet, po jemi hi me një fraksion krejt ndryshe. Filterat i kemi të i dukshëm ku mundet me u diktu çdo produkt dhe finalja paketimi u ardh me një format që nuk ka qenë domethënë në raftet apo në marketet tona. Menjëherë mas këtyre produkte sigurisht kamomili, menta, çaj malit, çaj blinit, këto janë pranu shumë lehtë, se janë kanë produkte që veç janë mësu ndoshta me i konsumu. Po mandej këtu kam fillu ato lëvdatat e mëdha se prej çka janë mësu ndoshta me konsumu, u vrej diferencat e menta ose të kamomilit, domethënë të produktet që nuk kishin asnjë përbërës tjetër përveç produktit origjinal, pa shtesë artificiale, pa pesticida apo pa helme të ndryshme, kjo do të thotë standardi organik. Mandej na menjëherë kemi kriju linjën e dytë, edhe kjo ka rrjedhë në bazë të kërkesave.
ku i referohet më shumë shëndetit. Kjo linja gjendet më shumë në farmaci, për shkak se personat tashmë janë të informuar për shumë lloje të produkteve dhe e dinë për çka ndoshta po e përdorin në këtë rast mentaspikatën ose detox tea ose domethënë produkte që veç kanë njohuri. Është më e thjeshtë domethënë me ose në tjetrën anë edhe informacionet për këto produkte munden shumë ma lehtë me i marrë te një farmacist se sa ndoshta në markete. Për çit arsye na e kemi lënë këtë linjë veç në farmaci. Mandej linja e tretë ka qenë linja e Horekes. Edhe kjo ka ardhur në bazë kërkesës për shkak se na nuk kemi pas zarf. Zarfi është kjo linja këtu ku domethënë filter për filter futet në zarf dhe shkon direkt te konsumatori. Kjo ka ardhur në bazë kërkesës sepse na atë kohë kemi pas mundësi veç me shpërnda në filter, jo edhe në zarf. Kështu që momentalisht i kemi këto 3 linja ku po pritet sigurisht me shtu produkte edhe në këto linja, po edhe me fillu me prodhime tjera. Cili është ai elementi që ju veçan juve në proces të përpunimit edhe paketimit, edhe ku qëndron freskia dhe cilësia e produkteve të Blif? Atëherë, freskia pikërisht qëndron tek zinxhiri i shkurt i furnizimit, siç ka dhe më herët, domethënë e kemi direkt prej kultivimit te tokave, produktet vijnë të freskëta në kompaninë Agroprodukt, ku bëhet përpunimi edhe tharja e produkteve. Pas këtij procesit, produktet direkt vinë në hallën tonë ku gjendemi tash, në Blif Organic, edhe fillon përpunimi i produkteve finale ku bëhet filteri, mbyllja hermetikisht e produkteve dhe paketimi final. Kjo është domethënë e mira dhe avantazhi jonë që i kemi na në kompani, se në këtë aspekt, domethënë me këtë mënyrë ruhet cilësia, ngjyra, kualiteti edhe siç e thënë më herët, domethënë prodhojmë veç për një kohë shumë shkurt që i vjen 1 vjeçare. Produktet zakonisht përveç që udhtojnë prej shtetit në shtet në këtë rast, po ashtu kanë afat 4 vjet për shembull, munden me nejt në rafte, në markete, na e kemi domethënë këtë benefit që prodhimi është afat shkurt, jo pse nuk qëndron produkti, po na dojmë me ofru konsumatorëve tanë se çdo herë cilësi dhe kualitet. Juve që përmend modelin e shkurt të zinxhirit vlerës, sa strategjik është për modelin tuaj ky model, domethënë për modelin e biznesit dhe për besueshmërinë e produktit që ju ofroni? Po kjo siç e thash është domethënë avantazhi më i miri që na e kemi në Blif Organic, sepse në rastin ku kemi mundësi me rujt kualitetin, domethënë sigurisht kjo vjen fal agroproduktit edhe zinxhirit që u kriju kaq i shkurtër. Është domethënë kjo që produktet çdo herë i kemi nën kontrollin ton. Nuk e kemi frikën që ndoshta u distribua një produkt ose mundet me pas rrezik, sepse produktet organike duhet me pas parasysh që nganjëherë munden me kanë me rrezik për shkak se nuk trajtohen. Po meqense e kemi këtë avantazh, na nuk e kemi as këtë frikën e produkteve, domethënë jemi të sigurt në atë aspekt. Ju e keni të implementu, me dim që standardet janë bukur sfiduese me implementu, po janë edhe të kushtueshme. Si keni përballu këtë sfidë, si e keni tejkalu këtë sfidë me implementu edhe me certifiku produktet, edhe çka ka ndryshu standardet e produktet që ju veç i ofroni? Standardi organik u kanë kështu e pa diskutueshme kur kemi dashur me u fut në tregun ton me produkte finale, se u kanë diçka e re për tregun ton. Sigurisht është më e kushtueshme, po na po shpresojmë që çdo herë kanë më vëdisu konsumatorët dhe me ditë vlerën e standardit organik. Ky standard në Evropë dhe në botë çdo vit ka 40% rritje. Është standard që implementohet nga trupa certifikuese Albinspect për Kosovë, kontrolluar nga Zvicra. Është standard me vlera shumë të mëdha për shkak se ti po e kontrollon ushqimin që po jep trupit dhe shëndetit tanë. Nëse kishim mujt shumicën e produkteve me i kontrollu, sigurisht sëmundje dhe gjana që po ballafaqohen vitet e fundit ishin kanë shumë numër më të vogël. Sfida ka qenë ndoshta se sigurisht standardi organik të arrit pak çmimin treg. Nuk mundesh ndoshta edhe pse na jemi shkuar në minimum
ka produkte hala ma të shtrejta që e kanë standardin organik, që i kemi në treg, po janë të importume. Kështu që na mujmë thonë jemi në mesatare, sepse kem pas dëshirë me pas mundësin krejt me i provu produkte tona, jo veç një game e njerëzve. Kështu që prap këthen ato që nuk janë çmimet e nalta për atë çka na ofrojmë. Po ky u ka një misioni jonë dhe na dojmë me qëndru çdo herë të cilësia dhe të çka jemi të ofru prej produkteve tona konsumatorëve, edhe mbi gjitha besimin tashmë që e kanë kriju konsumatorët tanë mos më zhgënjy asnjëherë. Blina, sa menoni se janë të vetëdijshëm konsumatorët vendor për produktet organike, edhe a menon se e njohin cilësinë e produkteve organike? Atëherë, na kemi fillu edhe me shoqatën organika edhe me shoqata tjera me kriju informacione, me shpërnda informacione sa më të shumta se çka do të thotë standardi organik. Sigurisht është një rrugtim i ri, sepse janë 4 vite tash prej blifit po folje, se standardi organik ka ardhur në agroprodukt që nga viti 2009. Mirë po, si produkte finale kemi fillu pak ma vonë, tash ka dhe produkte tjera që janë në standard organik. Është një rrugtim i gjatë, po duhet me ba punën, çdo vit është e mira që ka rritje të vetëdijsimit dhe po presim që çdo herë me u vetëdijsu sa më shumë për arsye të ndryshme dhe për ajo kryesore që është shëndeti jonë. Ku janë produktet e Blif Organik përtej Kosovës, edhe si po ecën domethënë rrugtimi i eksportit të produkteve Blif Organik? Ku janë në këtë drejtim? Na idenë kur kemi startu kanë me shtri shumë mirë në Kosovë. Kështu që çdo herë kom thonë pa e u shtri mirë në Kosovë, po mendoj në krejt zonat tjera edhe qytetet tjera, ndoshta u ka në vështirë me mendu eksportin. Kjo hyn edhe për shkak se kapaciteti produktës u ka në çdo vit në rritje. Mirë po, na kemi startu me eksportu në Zvicër përmes një kompanie kosovare, njëjtë edhe në Gjermani përmes një kompania po distribuimi kosovar. Prapë qëllimi jam kryesor është shtrimja në treg tonin, sepse mendoj që kemi rrugë gjatë për me bë deri të njohim ndoshta brandin dhe produktin çdo person jo veç një gamë që tashmë e një. Na e kemi edhe një linje tjetër që i dedikohet tërësisht eksportit. Janë disa punë dore që bëhen prej bimëve të freskëta dhe bimëve të thata. Këtë linje e kemi 100% në eksport, nuk kemi nda diçka për Kosovën për shkak se është një kulturë tjetër dhe nuk është diçka që njihet në vendin tonë. Kështu që po mendoj që fokusi është prapë Kosova me linjën e blifit në çaj, nuk do të thotë që s'dojmë me eksportu ose s'dojmë me zgjeru, po mendoj duhet me ardhë gradualisht dhe hap pas hapi ashtu. Pra, i keni studiu mirë edhe sfidat që dalin nga kjo, edhe si që the edhe ti hap pas hapi jeni zhvillu në tregun vendas, për cilin ju përgëzoj shumë sepse keni vë edhe rritje të vedijes fillimisht për konsumatorët vendor. Edhe ne e pam domethënë prej pandemisë se e tutje që është rrit paka shumë interesimi, edhe pse me produktet limitume vendore, po është rrit shumë domethënë edhe interesimi që një rol e keni luajtur edhe ju mas kësaj në vetëdijsimin e njerëzve për konsum të produkteve të shëndetshme, siç po njihen ose healthy products, që është edhe kjo prej një hapi. Po, edhe kjo në atë kategori. Po, sigurisht kjo është u kanë qëllimi jonë që nga starti, do më thonë jo me ofru gjithçka në treg, se gjithçka ndoshta i shkon shumë rrugtim më i lehtë, po sigurisht produktet organike, produktet të shëndetit e kanë një sfidë tjetër, sepse është kjo e vetëdijsimit, mandej ndoshta edhe çmimet në treg janë më ndryshe, po unë jam befasuar për smire, sepse shumë shpejt është prit prej konsumatorëve, edhe po e ceku prapë është besimi që tashmë e kanë kriju të blifi dhe këta na do me majtë për gjithmonë se kjo kanë pikë synimi jonë ku na e kemi startu. Hajtë po flasëm pak për inovacionet edhe filozofinë e punës, linja Refuz për shembull, çfarë filozofie mbartë edhe pse pozicionuat për farmacinë ose për sistemin e kujdesit ose tregun e kujdesit shëndetësor?
Për shkak se tek linja e farmacisë janë produkte që nuk pihen shumë ndoshta për shije. E kemi shërebelen që ka një shije të yft, ose kemi gjethe hithri, kemi rënien e mëllagës, do më thonë këto produkte, rënien e mëllagës shërben për koll apo për këlbaz, do më thonë problemet me fyt, mandej hithri është shumë e pasme me vitamina, kalcium, e kemi entaspikatën që është për balancim të hormoneve, do më thonë janë produkte që shijen e kanë pak ma të rëndë, mirë po i referohen shumë shëndetit. Nuk do të thotë që linjen që e kemi në marketet që jemi mësu tashme me konsumu që është kamomili, apo fruta mali, çaj mali, krejt kanë benefite shëndetësore, po këto e kanë edhe shijen pak ma të lehtë dhe e pinë ndoshta ma me qef. Dërsa te produktet që ne i kemi për farmaci, nuk do të thotë që e kanë shijen shumë të rëndë, po benefitet shëndetësore janë jashtëzakonisht mëdha. A të flasëm pak për një lloj tjetër, çfarë ndikimi ka pas paketimi edhe dizajni i produkteve horeka për futjen e tyre në gastronomi? A e ka shtyr kjo paketimi që është shumë special, ose me thonë shumë kualitativ, hyrjen në treg, ose a ka qenë ky faktor? Pa tjetër, sepse duke marrë parasysh që konkurenca është tash veç aktuale dhe prej shumë brendeve ndërkombëtare në tregun tonë. Do me thonë, a e dim që brendet ndërkombëtare veç shumë kohë ma heret e kanë ditë ndoshta çfarë inovacionesh me sjellë, se janë brendet që kanë fillu ndoshta 30-40 vite plus dhe sigurisht i kanë kalu sfida që na i veç ishim tu ballafaqu. Mirë po, ne kemi përdorur krejt, do më thonë, strategjin që shpeshohim mbajtëse ndoshta të zarfit, mandej gotat, përveç do më thonë produktit që është kualitativ, dizajnit edhe krejt pakoja që vjen për horeka e kemi kriju deri në finale. Kjo u ardhë për arsye që mos me pas ndoshta pengesa në shtirjen treg, edhe ka funksionu shumë mirë, sepse edhe pse ki cilësinë, nganjëherë nuk mjafton, duhet mu përgatitë edhe me pjesë tjera që është ma e lehtë mandej me u qasë në treg. Përmes punës tuaj ju theksoni dhe e shohim do më thonë që keni ndiku mjaft në fuqizimin e grave në kompani. Si ka ndryshuar ky projekt jetën e grave të punësuara në këtë zonë, do më thonë edhe me fokus në prodhim? Atëherë, në Blif Organic krejtësisht jemi të përbome prej grave. Kjo për mu ka qenë mjaft e rëndësishme dhe pse arsyeja kryesore për me pas mundësi me i ndihmu gratë në zonat rurale. Po përveç asaj na mendoj që jemi shumë të fokusume edhe të përkushtume në punë. E bajmë punën shumë ndoshta ma me qef. Jemi mundu me i ofru krejt kushtet, do më thonë në këtë aspektin e punës, puna nuk është e vështirë, për shkak se është krejt punë dore, është punë për gra, është punë detajiste. Edhe në prodhim mandej të Blifi vlen ceket e njëjta, është punë që duhet me patjetër me u marrë ndoshta gratë. Kjo për mu ka qenë një ndër kënaqësitë që Blifi i ka sjell, për shkak se çdo herë kum pas dëshirë të madhe me pas mundësinë me punësu sa ma shumë gra, dhe mu kriju një komunitet që ti mandej mu ndi krenare për mundësinë që po ofron. Edhe po besoj që këto e kemi arrit, sidomos në vitin 2025, me qenë se për çdo vit prej 2022-s ku kemi fillu ndoshta prodhim shumë më të madh, ka pas çdo herë ngritje edhe punësim më të madh të grave. Mirë po kjo po vazhdon edhe unë jam shumë e lumtur që kam pas mundësinë me ofru. Sa ndikon Blif Organic në fuqizimin e ekonomive lokale, sidomos këtu në zonën e Istogut, me fokus të veçantë te fermert, përmes përkrahjes tyre, po të njëjtën kohë edhe të grumbulluesve të bime mjekuse dhe aromatike? Ka ndikim jashtëzakonisht të madh, duke marrë parasysh se janë të përfshin një numër shumë i madh i fermerëve të asaj në kultivim dhe të asaj të bimëve mjekësore aromatike që është në mblidhje spontane. Unë e cika dhe ma herët është diçka që, për shembull, të kultivimi kemi produkte që
është mëllaga apo ciani, janë disa produkte që janë më atleta për më punu dhe zakonisht i preferojmë gratë për me u marrë me atë punë, me qenë se nuk vyn shumë punë ose shumë fuqi ose do më thonë është proces ma i thjeshtë. Mandej do më thonë të mbledhjet spontane kuptohet është sigurisht sezonale dhe munden me ba personat që veç janë të informuar, na e kemi një numër shumë të madh të fermerëve që tashmë janë të trajnuar për produkte organike, janë të edhe ata sidomos në bazë të kultivimit janë të certifikuar me standard dhe janë të përfshim një numër i madh që tashmë merret për çdo vit me produkte organike dhe kjo ka sjell një benefit edhe në ekonominë. Me një fjalë, ju realisht jeni të lidhur komplet me zinxhirin e vlerës prej farës, fidaneve deri te shitja, marketingu edhe vendosja në treg. Po, shumë e vërtet, te blifi është domethënë që ky procesi deri te finalja, çu e cek edhe ti. Domethënë kjo është zinxhiri që përcjellet, po fatmirësisht shkon mirë, shkon rrjedhshëm edhe po mendoj duhet veç më fokusu tash në gjana të reja, në gjana tjera. Është impresionuese qysh një grua e moshës të re udhëheq një kompani mjaft me renome tash në vend, po besoj edhe në arenën ndërkombëtare. Kemi ardhur drejt fundit, po flasëm pak për mesazhin për të ardhmen. Çka ju kishte thonë trive që e shohin prodhimin edhe përpunimin si shans, si mundësi, po nuk e kanë pas guximin me u futur këto. Cili është mesazhi ju i drejt për trit? Atëherë, unë kum kuptu që kur flitet për toka dhe për punim ose prodhim, fillimisht e kanë një kuptim që është shumë punë e vështirë. Por realisht nëse fillohesh në ta, krejt ajo çka duhet me pas rëndësi është pasioni dhe puna, përkushtimi nuk është proces shumë i vështirë sa duket. Edhe është diçka që nuk ka me vdek kur, për shkak se na pa prodhim nuk mune me ekzistu, domethënë gjithçka fillon prej tokës, çdo lloj ushqimi që na e përdorim, kështu që për çdo të ri që mendon që mundet ose dëshiron me u marrë me bujqësi, pse jo, është diçka që definitivisht duhet veç me dash si punë, mu përkushtu edhe gjithkush mundet me ja dalë. Sigurisht ka rëndësi edhe përkrahja e personave të afërt, në këtë rast, në rastin tem është përkrahja e familjes tem. Për këtë arsye mendoj që e kum pas më të thjeshtë dhe mandej ka qenë vullneti, puna edhe përkushtimi i përditshëm. Për fund, përveç familjes, a menon se ka mundësi domethënë për trit të fillu prej qasjes në financa, mbështetje teknike e tjera. A menon se ka mundësi për trit? Po, patjetër. Mendoj për shkak se edhe tek unë ka ndiku për shembull Ministria e Inovacionit në startet e mia. Aty u kanë suporti i idesë, domethënë nuk kanë kërku suport biznesit aktual, se kjo është pak më e vështirë nganjëherë te na se kërkohet biznes aktual. Po u kanë domethënë suport i idesë. Kështu ka fillu blifi nga ai suport i idesë dhe mandej e kemi startu me makinën e parë ku çdo vit domethënë kemi mujtë me rritë edhe kapacitetin prodhues, po prap me suport të ndryshëm prej shoqata ndoshta PPC ka suportu, domethënë po duhet të thonë që ka suporte të ndryshme nëse veç fokusohesh dhe hulumton në këtë aspekt. Faleminderit shumë Erblina, me të vërtetë ishte kënaqësi t'ju kemi në këtë epizod Agro Podcast. Një rrëfim i jashtëzakonshëm, domethënë të një kompanie të re në moshë, po them, po me një përvojë edhe me një bagazh, domethënë prej kompanisë Agroprodukt, edhe që me të vërtetë domethënë besoj që do të jeni një frymëzim edhe model për trit që dojnë mu marrë me agrobiznes. Uraj, faleminderit shumë, faleminderit për ftesën dhe çështjet këto. Faleminderit shumë.